Të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Rahovecit dhe Peas, 45-35 në të mirë të Rahovecit, të cilët e kontrolluan pjesën e parë duke mbajtur avantazhin në vazhdimsi. Pea ishte në ndjekje të rezultatit, por me evërsi dy shifrore vreshtarët shkojnë në mbushim. Më të dalluarit po i shohim me 12 pikë është McCormick të Rahovecit, i cili ka shtuar edhe 4 asistime dhe 3 kërcime, 11 pikë tjera i realizoi edhe Fisnik Rugova, ndërsa në anën tjetër tek Pea më i dalluari është Williams me 9 pikë e 8 pikë tjera i realizoi Musab Mala, i cili sot nuk startoi në peshën e parë, ndërsa nga banka rezervë ngrit për të i qelluar 8 pikë, gjithçka gati tashmë për startuar edhe pjesa e dytë e kësaj përballje. Një ndeshje shumë e rëndësishme për Rahovecin, të cilët janë me pikë të barabarta në fund të tabelës, me vllaznimin që të dyja skuadrat me nga 32 pikë dhe po tentojnë të ikin në fundit të tabelës vreshtarët. Rugova. Pullian. Thomas gjuan për treshe, nuk është i saktë në duart e Musab Malës. Mala. Lopi. Pati kohën që të ndalet duke që ka rëshqitur ai top. Dyzet e 35-38. Dhe Williams tek sa bardh Regja 3 godinak, duke vjedhur atë top, ndalet me faul edhe njerë shini si ngatrohen Williams dhe Raut, nërsa vjedh topin bardh Regja. E shojmë edhe njerë treshen e Shëndrit Lapit, pati kohën të e fshien edhe dorën Fanel, teksa po të regënde që ishte duke rëshqitur ai top, tashmë gjithçka është në rregull. Regja e rikthan topin në lojë tek McCormick. Von McCormick e gjen dëvërtimin në mesin e dy lojtarëve, realizon Williams. Një me një e ti me Rugovën, faul. Edhe njerë shiri dëvërtimin e Javon McCormick. Fenomenal, nuk arritën as Raut e as Williams të ndaljen në Risi Lapi, njerë gjuan për treshe nuk qëllon, teksa e merë topin Javon McCormick. Pullian, dhe gjuan, nuk ka treshe, Raut i ka artin e kërcim, Risi edhe njëherë e vjedh topin bardh Regja. Faul ju sportiv ndaj ti nga Raut. Do ta shohim edhe njëherë
Unë gatrua me ta Brisi. Ndërsa kjo është faulli Raut që e tërheq Bardh Regjën. Audio sportiv, ndërsa në vjen e gjuajtjes së lirë është Bardh Regja. 3 pikë të tij sonte. Treshe ka qëlluar 2 topa të vjedhur, 1 asistim me 1 kërcim. Pika e 4. Edhe njëri sakt. me 38 edhe njerë rikthehet evërsia maksimale e kësaj ndeshje. 29-38 plus 11 Regja bukur tek Rugova. Mbrojtje mire Edwards. Ja merr atë nga Duart. Edwards. Si në dy lojtarëve nuk qëllojnë. McCormick. Dyvishuar. Ka gabuar në hapa. Mbrojtje mirë e Lapit dhe Malës. E detyrojnë McCormick të gabon në hapa. Brisi. Williams. Faul nga Williams. E ka goditur në fytyr Bardh Regjën. Edhe njerë ky është momenti kur shkaktoi faul Williams. McCormick e rikëthan të vinë në duart e Pullian. Edhe njerë McCormick. Rugova. Faulli Edwards. Ashma personale e 4 të këpore skuadrës së Pejës në këtë qerek. Pullian. Thomas. Njerë Kentrell Pullian. Dhe për të anë, nuk arriti të qëllon. Edwards. Më jarë në cim. Brisi. Faul i Kentrell Pullian. Ullet Shëndrit Lapi, kthehet në lojë Arti Hajdari. Sa do të ullet edhe tek Rahovici. Pullian Albin Berisha në lojë në vend të tij. Malja. Sa Malja. Davis, i cili realizon daljet edhe me faul. Personalja e Thomas do tjetë edhe në vjen e gjuajtje së lirë. Davis shojmë një asistimin e Musab Malës. Pika e 4 e Davis. Nuk e qëlloj gjuajtjen e lirë, luftan Rugova për atë. McCormick. Thomas për 3 gjuan betët e shkurtër gjuajtja. Edwards. Në duelin edhe njerë me Rugovën. Mala.
Në anën tjetër, e qëllon të rishën Musab Mala. 29-23. Kormik, Rugova për të përgjigjur. Nuk është i saktë për 3 pikë Fisnik Rugova. Po e shohim tashmë iniciativën e skuadrës së Peës që po tentojnë edhe njerë të rikthehen. Kanë kaluar 4 minutat e para të pjesës së dytë. Bracy kur e kthen ato tek Edwards. Zdon dhe Gjuan para McLeod. E tashmë qëllon 29-25. Po e kontrollon më mirë startin e pjesës së dytë skuadra e Peës që gradualisht është afruar në rezultat. Shkrihet në vetëm 4 avantazhi i skuadrës Rahovecit. Kemi tashmë time-out të kërkuar. Rikthehemi pas pak. Me 25 tashmë vetëm në 4 ka shkrier Pea avantazhin e Rahovecit që pati vërsi prej 11 pikëve. 10-4 në këtë çerek. Bukuraj top tek McLeod, i cili nuk e pati problem të e përfundon këtë aksion me ngulitje. 51-25. Ajdari tek Edwards. Të kardja i darja të Musab Mala. Bracy. Malet në gjysmë distancë realizon Bracy. Pika e 7 e ti. McCormick. Berisha tek Thomas. Rugova 5 sekundat në përfundim të sulmit të skuadrës së Rahovecit. Në dëvërtimin e McCormick nuk arriti të realizon, gjithsesi lufton McLeod në kësh. Duke qelluar edhe njerë, vazhdon të jeti pak gabueshëm. 4-4 nga loja. Pika 10 së 6 kërcimeve. Davis. Hajdari. Edwards. Edwards blokohen nga Fisnik Rugova. McCormick në kundër sulm realizon. Gjevon McCormick nuk po e lejon Rahoveci rikthimin e Peës. 55-47. Sa do që tentoj në këtë qerek skuadra e Peës të afrohet në rezultate. Edhe njerë shini mbrojtjen e Rugovës. Pastër e ka blokuar Edwardsin. Teksa e shohim e shfrytëzon kundër sulmin McCormick që realizon për të rikthyer avantazhin prej 8 pikëve. Rikthehemi pasi time-outi kur janë edhe 4 minuta deri në përfundim të qerekut të tretë.
Shojme edhe statistikat e më të mirëve, 16 pikë tashmë nga McCormick, 11 nga Musab Mala. Tre lojtarë me pikë dyshifrore tek Raudeci. Davis, gjuan për 3 pikë, realizon Davis. 55-50. Ndërsa mbrojtje mirë tashmë e Musab Malës. Tapi humbur i McCormick. E shojmë edhe një trishën e Davis. Bracey. Davis. Sa i radhe nuk shkon trishja. Mbetet 55-50. Cormick. Dalet në gjysmë distancë realizon. Do tjetër në vjen e gjuajtjes së lirë, faulli i Musab Malës. 18 pikë, teksa është 7-5 nga vjen e gjuajtjes së lirë McCormick. Edhe njerë shojmë qëllon edhe nga vija e gjuajtjes së lirë. Teksa përgjigje në anën tjetër Bracey. 58-52. Cormick tek Berisha. Pullian, Rugova, edhe njerë Cantrell Pullian. Albin Berisha bukur tek Fisnik Rugova, i cilin gatrohet me top, Arindisit gjuan. Dalet me faul nga Davis. Njerë e shoj momentin kur gatrohet me top Rugova. Dalet me faul nga Davis. 4-2 nga vija e gjuajtjes së lirë. Qëllon. Nga 12 e Fisnik Rugovës. 59-52. Të dytën nuk është i sakt. Bracey tek Mala. Faul i Rugovës në anë tjetër. Mala. Gjuan për 3 pikë. Musab Mala realizon. 59-55. Edhe një shkrihet në 4 avantazhi. A do të arrin të afrohen më tepër Bejanët në rezultat. Asimi i gabuar, ka faul nga Albin Berisha. Faul jo sportiv i tij. Momenti që mund të shfrytëzon skuadra e PES Shenjë Dobin e vjedhur të Arti Ajdari që ndalet me personale, do të jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Edhe topi do të takon peanëve. Nuk e qëllon gjuajtjen e lirë kapiteni Arti Ajdari, 3 pikë të tij sonte. Era parë që është në vijën e gjuajtjes së lirë. As të dytën nuk e qëllon Ajdari. Normalisht nuk i pëlqen kjo gjë trajnerit Milačić.
Davis. Tupin të Musab Malja. Simi ka buari Musab Maljës. Nuk e shfrytëzojnë as këtë moment për janët, as gjuajtjet e lira dhe as sulmin. Kormik. Bukur tek McLeod. E kur nuk e shfrytëzojnë, vreshtarët veprojnë. 61-55. Bracey. Faul ndaj tij. 1 minutë e 19 deri në fund të çerekut të tretë, edhe një aksion i bukur i vendasve. Alley-oop për McLeod, i cili qëllon. E qëllon kësaj radhe Bracey, gjuajtjen e lirë, pika 10 e tij. Lojtari i 2 tek Peja me pikë dyshifrore pas Musab Maljës që i ka 14 pikë. Është 4 për 3 Malja. Edhe të dytën Bracey e qëllon. 61-57. Pullian. Regja në anën tjetër, nuk ka treshe. Bracey. Artja i duari të Malja. Bracey. I pa fat, topi hyrje doli. McCormick. Që ndërmërtimin. Edhe pikët i pandalshëm McCormick. 21 pikë të tij, 63-57. Musab Malja. Edwards. Gjysmë distanca qëllon Cesar Edwards. McCormick. Gjuan në sekundat e fundit të aksionit, nuk arriti të realizon. Përfundon çereku i tretë, 63-59. Në vazhdimsi Peja është në kërkim të rikthehet në lojë. Po e shkrien në 4 avantazhin, megjithatë nuk arriti të afrohet më tepër. Do të shohim a do të arrijë 10 minutën e fundit ekipi Pejan. Pas 30 minutave, 21 pikë, 5 asistime, 4 kërcime të Javon McCormick që po ndihmohet edhe nga McLeod e rrugova që të dy. Me nga 12 pikë në anën tjetër. Musab Malja 14 pikë, 5 kërcime, 4 asistime e 11 pikë ka Bracey. I kthehemi pas pak me 10 minutën e fundit.
Po e shojmë edhe statistikat e më të mirëve pas 30 minutave të para. 4-4 është Musab Malja me treshe. Më i dalluari tek Peja. Që po mundohet maksimalisht rikthen skuadrën e tij në lojë. Të marr avantazhin, do të kemi treshe, nuk shkon treshja e Davis. Pullian. Cloud, edhe njerë Kentrell Pullian. Nuk shkoj as treshja ati, gjithsesi vazhdon sulmi me Cloud. Pasimi i gabuar i ti, Bracey. Arti Hajdari realizon në kundër sulm. Kapiteni i Pejës. 63-61, afrohet në 2. McCormick. Qysh më distancë dalet e kësaj radhe nuk shkon gjuajtja e ti. E ndal kundër sulmin Bardregja me faul. Edhe njerë shojnë personalin e Regjës. Bracey. Edwards. Bracey do gjuan për treshën, dolet me faul, do t'janë 3 gjuajtje të lira. Edhe njerë e shojmë personalen e Kentrell Pullian. Arsyetuar sa flet me gjyqtarin Kentrell Pullian, por 3 të lira tashmë për Bracey që ka mundësinë të rikthen avantazhin në anën e Pejës, kur jemi në 10 minutën e fundit tashmë, qëllojnë në tentimin e parë. Ka 12 e ti barazon në rezultatin në 63-63. Vetëm në fillim e ka pasur avantazhin Peja që e nisi ndeshjen me 6-0 seri. Tashmë avantazhin në anën e Pejanëve. Rikthejnë pas një kohë të gjatë e vërsin. Pullian tek Bardregja. McCormick ka presionin, duke që ka gabuar në hapa. Pikërisht Javon McCormick. Pas 0, seri e Pejës në qerekun e 4 tashmë. Kur edhe kanë marrë avantazhin. Edwards. I ke mire Thomas. Pastor javjedha top, Kentrell Pullian. Ndëri në fund të ndaljet me faul. Teksa, shojmë reagimin e Braceyt. Nuk po e pranon që ka shkaktuar faul, do ta shojmë edhe njerë. Është momenti kur Thomas ja vjedha top Edwardsit Teksa. Reagon Bracey për këtë faul. U duk i vendosur me gjithatë. Si pas gjyqtarëve është faul i Braceyt. Të lira për Kentrell Pullian. Qëllon në tentimin e parë, parazuar edhe një rezultatin në 64-64.
edhe njerë qëllon Evrzia minimale në anën e Ravecit. Loj me këmbë Kormik. Tek Davis. Hajdari gjuan për 3 pikë, realizon Ardi Hajdari. 65-67. Pullian. Thomas për të përgjigjur. Nuk shkan Trishja, por vazhdon sulmi i Ravecit. Kemqall Pullian. E realizon edhe njerë avantajin në anën e vreshtarve. Malja. Sa Malja tek Edwards, edhe njerë Malja. 4-4 për Trishe, 5-5. Qëllon Musab Malja. Super ndeshje nga Miza Irisma në Rahavec, ndëruar shikues. Tashmë në këtë qerek të 4, po i shojmë skuadrat që po i përgjigje njëra tjetrës me Trishe. Pullian blokohet pastër. Merë tupin Ardi Hajdari. Musab Malja nuk qëllon në kundërshtim. Sheni McCormick që morja top. Pullian do të gjuan edhe njëherë për 3 pikë. Kemqall Pullian. Nuk e shfrytëzoi Pea kundër sulmin me Musab Maljen. Në anën tjetër nuk qëllon as Edwards. 71-70. Tashmë ndizet edhe palestra. Ndeshje shumë e rëndësishme për vreshtarët. Bukuraj top tek Fisnik Rugova. Asistimi Kemqall Pullian. 73-70, e rikëthen avantajin për i 3 pikëve Raveci. 5 minuta e 29 sekunda deri në fund. Time out kemi të kërkuar. Rikëthemi pas si time out-e. Ndeluj në këtë super përballje. +3 Raveci. Nuk shkon Trishja e Davis. Shënë Ardi Hajdarin që vjedh këtë top. Malja 5-5 për Trishe. E kësaj radhe nuk shkon Trishja. Era e parë që huq. Një top të disputueshëm. Njerë e shojmë gjuajtjen e Musab Maljes, teksa është momenti i luftët për atop mjet Rugovës dhe Williams i takon skuadrës Rahovecit.
Rout kthehet në lojë tek Pea. Davis është ullur. 73-70. Cormick. Pariti të realizon, Bracey nisë shpejt në kundër Solm. Realizon. 73-72. Pullian. Cantrell Pullian. Anë tjetër tek Bard Regja, I cili qëllon për 3 pikë. Në një moment të rëndësishëm kapiteni e qëllon treshen për 76-72. Malja. Pa faul, ngri dorën Fisnik Rugova. 14 pikë, 8 kërcime të Fisnik Rugovës. Personalja 4 të ti. Sa shojmë edhe një treshën e kapitenit të Rahovecit. Tjetër top I disputueshëm. Sa I Rave I takon Peos. Bracey, sa Malja për treshe, nuk shkon as kjo treshe e Maljës. Që është I pagabueshëm deri në këtë qaste e në 2 razit e fundit nuk shëlloj treshet. McCormick. Sëvan McCormick blokuat. Pa faul ndaj ti. Edhe njerë e shojmë dëbërtimin e McCormick. 2 të lira do t'jam për të. 6 nga vija e gjuajtjes së lirë. 21 pikë të Javon McCormick. Tashmë kemi hyrë në 4 minutat e fundit. Qëllon edhe njerë. 77-72. Edhe njeri sakt. Malja. Nuk shka pasimi Arti Ajdarit, kaloj me këm nga Pullian. Është në takon sulmi skuadrës së Peos. Rout. Malja. Debëton deri në fund Musab Malja. 19 pikë të ti. 78-74. 3 minuta e gjysmë deri në fund. Pullian nuk qëlloj. Komi në duart e Williams. Nisët në sulm Arti Ajdari. Dajtë shka. Bracey. Williams. Rout. E këthena top të Malja. Bracey. Ajdari. Për 3 pikë realizon. Arti Ajdari. Del në skin. Për të e qëlluar treshen për 78-77. Edhe njerë shojmë aksionin e skuadrës së Peos. Dhe treshen e Arti Ajdarit. Nërsa I kemi gjyshtarët këtu e lusim regjin edhe njerë të shojmë treshen e fundit. E rishikuan edhe njerë treshen e fundit gjyshtarët nëse e ka shkelur vijën apo jo. Ishte treshe e pastër e Arti Ajdarit dhe shumë e rëndësishme.
3 minuta e 11 sekunda janë deri në fund. Ebërsi minimale e Ravecit, rikthehemi pas time-outit. Thomas, tek McCormick, daljet gjithë më distancë nuk qëlloj, Rout me i lartë në kërcim. Vincent Mala, Brisi, Rout, Hajdari, e këthene njerë topin tek Musab Mala. Mala, tek Rout, Brisi për 3 pikë realizon. E merë avantajin skuadra e Pejës, kur janë 2 minuta e gjysmë deri në fund, 78 me 80. Cormick, dhe topin tek Fisnik Rugova, i cili nuk arriti të e pranon pasimin e McCormick. Përfundoi jashtë ai top, mundësi për Pejanët të shkëputën më tepër në rezultat kur po ja afrohemi 2 minutave të fundit. Bracey, Hajdari, Rout, Ranti është Fisnik Rugova që i ka 4 faula dhe shkakton të pastën. Do të përfundon ndeshja për Fisnik Rugovën, 14 pikë të kërcime, një blokad e Fisnik Rugovës që shkaktoi faulin e pest. 2 minuta e 4 sekunda deri në fund. Sare jupi në vend të tij në lojë. Mala. Musab Mala. Gjuan nga gjysmë distanca, nuk qëllon, por është Rout aty për të e përmirësuar. Shkëputë tashmë Peja në +4, kur kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Cantrell Pullian, Thomas, McCormick. Do të gjuan për 3 pikë, nuk ka treshe. Rout e mera top, daj gjithë shka Bracey. E kanë marrë kontrolin në fund të ndeshjes Pejanët. Bracey. Tek Williams. 6 sekunda dhe në fund të sulmit Williams. Rojtje mirë, por nuk ka problem. Arrin të shfrytëzon edhe këtë sulm Williams. Pavarësisht presionit në mbrojtjen ndaj tij, e krijon tashmë ebërsim prej 6 pikëve. Ekipi i Pejës, kjo ka qenë ebërsia më e thellë e Pejanëve në fillim të ndeshjes. E kontrolloi pothuaj gjithë takimin Raveci, por në fund i shohim Pejanët që e marrin kontrollin. 1 minutë e 17 sekunda deri në fund, +6 Peja tashmë. Rikthehemi pas këtij time-outi. Po i shojmë edhe statistikat e Dequan Braceyt, 19 pikë të tij tashmë.
I kanë ndezur turbinat në fund, 6 asistime. McCormick, Thomas, edhe njerë McCormick. Javon McCormick, Raul Pranti, Thomas për 3 pikë, realizon Adonis Thomas. 81-84, përgjigjen me Treshe Raveci për t'u afruar. Minuta e fundit tashmë, tjetër time-out i kërkuar. A do të marrë skuadra e PES fitore në fund, apo do të arrin Raveci të bën diçka më tepër në këto 55 sekunda. Do ta shohim në vazhdim. Rikthehemi pas time-outit. Po i shojmë edhe statistikat e Adonis Thomas, vetëm 6 pikë sonte. Ka faul nga Visare Jupi. Qëllan Arti Hajdari nga vija e gjuajtjes së lirë, pika e 12 e kapitenit. Të dytën nuk e qëllan me Cloud me ilo Arti në kërcim. 81-85, Sheni Raut që lufton për ato. Nuk i pëlqen kjo gjë trajneri Samarjiev, duke që kërkon challenge. Do të rishikohet edhe njerë se kujt do t'i takon ky top. I kemi gjyqtarët tashmë këtu. Kur i shikua edhe njerë rasti, pam që topi doli jashtë nga dora e McLeod në fund. Do t'i takon skuadrës së PES. Bracey. Ta duke në lojë tek Musab Mala. Williams. Arrin të realizon 81-87. Thomas tek McCormick. Van McCormick. Nuk ka Treshe. Teksa e pam kërcimin e Musab Malës. Kërcimi 6 i tij, ndërsa ndalet edhe me faul. Lartë kërceu, shohim Mala. Me të vërtet paraqitje fantastike Musab Malës sonte.
19 pikë, 6 kërcime, 5 asistime. E qëllon edhe pikën e 20 të ti. Edhe të dytën e qëllon 21 pikë të Musab Malës. Fenomenal sonte tek Pea. McCormick tek Visare Jupi që gjuan për treshe, nuk qëllon. Bardregja, Adonis Thomas. Edhe njerë gjuan për tre, nuk qëllon. Kthehet topi në duart e tij, McLeod për McCormick. Po e kërkojnë treshen. Vreshtarët nuk shkojnë gjuajtja e McCormick. Visare Jupi luajti i fundit. Tashmë janë sekundat e fundit. Pea do të marrë fitoren. Mizaj Risma e kontrolloi, po thuaj, gjithë takimin Ravici. Me gjithatë, Pejanët e marrin fitoren në fund. Peshojmë edhe trajnerët që janë duke u përshëndetur. Musab Mala fenomenal me 21 pikë, pra 6 kërcime e 5 asistime, ndërsa Turbina Tindezi edhe Daquan Bracey në fund të përballjes me 19 pikë, 7 asistime, 13 pikë nga Williams ardhen dhe 12 pikë tjera i shtoi Ati Hajdari. Në anën tjetër nuk mjaftuan 23 pikë, 7 asistime, 6 kërcime nga Javon McCormick, që u ndihmuam nga Fisnik Rugova me 14 pikë, si edhe McLeod me 12 pikë. Për pak shase do t'jemi me intervistat. Pranë mi është edhe kryetrajneri I skuadrës së Peas. Coach, Ravici controlled the game most of the time, but still you got the energy in the end, you pushed hard and you got the win. What went wrong during almost that period when they had the lead, and how you can say to us that you got this win? Let's say like this, congratulate to both teams, they fight. I know for Rakovici and I respect their coach. I know that they're going to prepare the game on the right way. We were not ready mentally in these first two quarters. We were not ready to be tough as we play third and fourth quarter. So it was on half time. It was more critics on my team from my side. So we didn't be, let's say, too much responsible. We have 14 points or 16 points for our turnovers. So that's terrible. So in the second half, we cover it and we win very important game because we are now in a situation that we have four games and 3 victories. So two championships we are playing, so it's tough for everybody. Congratulations to my guys. Thank you, Coach, very much.
Atëherë ishim me trajnerin e skuadrës së PES, I përgëzoi të dyja skuadrat me paraqitjen dhe lojën, tha që kemi ditur që do të jetë ndeshje e vështirë dhe kam shumë respekt për skuadrën e Rahovecit dhe trajnerin e tyre. E kam ditur që do ta përgatisin ndeshjen në këtë mënyrë. Ne nuk ishim të gatshëm psikikisht për këtë ndeshje. Tha sidomos pjesën e parë bëm shumë gabime dhe pas pjesës së parë, pra në pushim I kritikova goxha shumë lojtarët e mi, me rast u rikthyem më të vëmendshëm në pjesën e dytë, duke I kontrolluar më mirë gjërat dhe duke marrë një fitore shumë të rëndësishme në këtë moment, pasi që jemi në një situatë të mirë të ndeshjeve me disa fitore radhazi. Tashmë pranë me do të jetë edhe kryetaneri I skuadrës së Rahovecit, coach, you control the game most of the time and once again a lose in the end. I guess you don't have that energy in the end as a team to get the win, even though you're showing a good game during the whole time. Yes, congratulations for Peja for this win. We control the game 35 minutes. It's last 4 minutes. We don't play good in defense, especially on their guards, because we rotate on their big men. But that's it. We have chance from another games. It was Nimi to win to keep the chance for Super League. But in second half we don't play good in defense. Especially we don't play smart defense. On first half we play smart defense. On second half we don't play smart defense, and that's it. We let him very easy shoot for 3 points. Thank you, coach, very much. Atëherë ishim me kryetarin e skuadrës së Rahovecit, e pam të dëshpëruar, tha që nuk u treguam të vëmendshëm në fund të ndeshjes, edhe pse për 35 minuta e kontrolluam këtë takim, nuk ishim të vëmendshëm sidomos në mbrojtje, në lojtarët, në playmakerët e tyre, I lejuam që të shënojmë pikë të lehta, nuk luajtëm pra mendshëm në mbrojtje dhe kështu nuk arritëm që të marrim fitoren as në këtë përballje, po shpresojmë që në ndeshje tjera kemi edhe më tej shanse, po shpresojmë që të kemi paraqitje sa më të mira. Nderuar shikues, kaq nga ky transmetim. Unë juftoj të vazhdojnë të qëndrojnë me programin e pasur sportiv të Art Motion nga Unë Lutjana, natën e mirë.